Çdo herë që thua subhanallah, kjo është sadaka. Çdo herë që thua Allahu Akbar, kjo është sadaka. Edhe në kontaktin intim që e ka njeriu me bashkëshorten e vet, edhe kjo është sadaka. Njeriu në trupin e tij ka 360 herë sadaka. A është e lehtë? E ky namaz e ka shpërblimin sa kur të jep njeriu 360 herë sadaka. Kur e ke fal një namaz të tillë, innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, ata e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall vazhdojmë së bashku në nhijen e fjalëve më të mira, në nhijen e fjalëve më të zgjedhura, në nhijen e haditheve, fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë të grumbulluara, të tubuara në një prej librave të dobishëm, të njohur, të rëndësishëm, siç është ky libër 40 hadithet e Imam Nawawiut rahimahullah, ku çdo hadith është përmbledhës, ku çdo hadith është shumë përfshirës, ku çdo hadith ka kuptime të shumta edhe të mëdha, të rëndësishme dhe të dobishme për secilin prej nesh. Me lejen e Allahut azza wa jall kalojmë në 2 hadithe të radhës, të renditura njëri pas tjetrit, të cilët flasin thuajse në një temë të njëjtë apo të ngjashme, të rëndësishme për besimtarin dhe besimtare. Hadithi i radhës është hadithi të cilin e transmeton Abu Dharri radhiyallahu anhu. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. Transmeton Abu Dharri radhiyallahu anhu se disa njerëz nga shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasul Allah, dhahaba ahlu ad-duthuri bil ujur. Ja Rasul Allah, të pasurit ne kaluan neve me shpërblime, me sevape. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëgjon disa njerëz të cilët kanë ardhur pranë tij dhe e kanë një dert, e kanë një gajle, në realitet e kanë një pyetje: Ja Rasul Allah, të pasurit tan ne kaluan neve me shpërblime, me sevape. Than, yusalluna kama nusalli, falen ata siç falemi edhe ne. Wa yasumuna kama nasum, agjerojnë ata siç agjerojmë edhe ne. Mirë po, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mirë po ata japin sadaka me pasurin shtesë të tyre. Ata japin sadaka, që nuk kupton, ne nuk japim sadaka, nga se ne nuk kemi me dhanë sadaka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha atyre: Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun,
a nuk ju ka dhënë juve Allahu ndonjë gjë që edhe ju t'jepni sadaka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atëherë ju tregoi atyre, duke ju thënë: inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Në çdo tasbih, në çdo subhanallah ka sadaka. Edhe subhanallah kur thua, kjo është sadaka. Wa kulli takbiratin sadaqa. Dhe çdo tekbir, çdo Allahu akbar, gjithashtu është sadaka. Wa kulli tahmidatin sadaqa. Dhe çdo falënderim, elhamdulillah kur thua, dhe kjo është sadaka. Wa kulli tahlilatin sadaqa. Dhe çdo herë që thua la ilaha illa Allah, edhe kjo është sadaka. Wa amrun bil ma'rufi sadaka. Kur urdhron në punë të mira, edhe kjo është sadaka. Wa nahyun an munkarin sadaka. Kur ndalon nga e keqja, edhe kjo është sadaka. Derisa tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa fi bud'i ahadikum sadaka. Derisa edhe kur ki kontakt intim me bashkëshorten tënde, edhe kjo është sadaka. Sahabët thanë: ja Rasul Allah, e jeti ahaduna shahwata wa yakunu lahu fiha ajr? Ja Rasul Allah, e shfrytëzon dikush, e arrin kënaqësinë e epshit të tij dikush dhe në fund ka shpërblim për këtë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ara'aytum law wada'aha fi haram? A e keni pa sikur ta kishte shfrytzuar atë në haram? E kana alejhi fiha wizr? A do të kishte pas për te gjuna? A do të kishte pas për te mëkat? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: fakadhalika idha wada'aha fil halali kana lahu ajr. Kështu pra, ai i cili e arrin një gjë të tillë në halal, ka për te shpërblim. Ky është hadithi i radhës të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith të madh, në këtë hadith me shumë kuptim, me shumë nxitje në punë të mira, erdhën sahabët të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra erdhën sahabët, këtu bëhet fjalë, erdhën disa sahabët të varfër të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankuan, nuk u ankuan për gjendjen e tyre në aspektin e dunjas, u ankuan dhe lakmuan, dhe shikojeni lakmin e sahabeve. Dhe pastaj bane krahasimin me lakmin ton në jetën ton të përditshme. Edhe ne ndoshta themi, po nëse nuk themi, edhe neve na shkon mendja nësa raste që filani e ka një gjë, une nuk e kam. Dhe sa ankohen sot njerëzit për arsye të ndryshme të çështjeve, të punëve, të arriturave të dunjas. Filani pallatin, une nuk e kam. Filani shtëpinë e re, une nuk e kam. Filani dyqanet me qira, une nuk i kam. Filani veturën e shtrejt, une nuk e kam. Djali i filanit, vajza e filanit, e kështu me radhë, dhe neve na preokupojnë këto derte të vazhdueshme por çështjet e dunjas. Edhe sahabët kishin derte, mirë po pak më ndryshe. Jo pak më ndryshe, shumë më ndryshe. Ata erdhën të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ja Rasul Allah, edhe ne kemi një dert, edhe ne e kemi një mos rehati shpirtërore. Për çfarë arsye, çka është problemi? Të pasurit edhe ne. Ku është problemi të pasurit edhe ne atëherë, dhe ku është problemi të pasurit edhe ne sot? Dallimi është i madh. Ja Rasul Allah, ata ne kaluan neve me çfarë? Me shpërblime, me sevape, me të mira. Ata po afrohen të Allahu ma shumë se ne. Por çfarë arsye? Po ne nuk kemi mundësi. Edhe ne duam t'i mbrim ata. Këtu është problemi. Edhe ne duam t'i mbrim ata. A duam edhe ne duam t'i mbrim ata në çfarë? Edhe ne duam t'i mbrim ata në iman, në punë të mira, në ibadete, në sakrificë, në adhurime, në shpërblime. Thanë: ja Rasul Allah,
edhe ata falen si që falemi ne. Këtu s'mundemi, këtu jemi njëjtë. Edhe ata agjerojnë si që agjerojmë ne, edhe këtu jemi njëjtë. Mirë po, ata japin, këtu është problemi. Ata japin e ne nuk japim. Po ju pse nuk jepni? Po nuk kemi. Këtu është problemi. Ata japin, ne nuk japim. Ky ka qenë derti i sahabeve, arritja gara e sahabeve. Wa fi dhalika falyatanafesil mutanafisun. Në gjërat të këtilla le të bëjnë gara ata që duan të bëjnë gara. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Kështu kanë qenë sahabët, kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, edhe ne do të vim në luftë, ja Rasulullah, edhe ne do bashkangjitemi, ja Rasulullah, edhe ne duam shpërblimin. Ama nuk keni ku me hip, s'ka deve, s'ka kali, nuk ka mjete, nuk keni ku me hip, po dhe ne nuk kemi tonat mi marë. Të wallau, janë këthynë për shtëpit e tyre, wa a'yunuhum tafidu min ad-dam', janë këthynë për shtëpit e tyre, ndërsa syt e tyre duke lotuar. Subhanallah. Kështu ka qenë derti atyre njerëzve. Tash, këta japin, ne nuk japim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha një mësim të madh. Ata japin sadaka, ju nuk jepni. Ju asgjë nuk keni për dhënë sadaka, nuk kemi ja Rasulullah. Keni edhe ju. E çfarë ne mund të japim sadaka? Ai i cili nuk ka pasuri, a mund të jep sadaka? Mund të jep sadaka. Ti kur mos u ndal, ti kur mos u dorëzo, ti kur mos u neglizho, edhe nëse nuk je në kategori medikant, ti shfrytëzoje nga ana tjetër. Po une nuk munde me bo atë që e ka bo aj, ti bane një gjë tjetër. A i pasuri e ka ndërtu një xhami, ti s'mundesh. A i ka ndërtu një spital, a i ka investu në shkollë, a i ka ndihmu fëmijët, a i ka shpërnda libra, a i ka ndihmu në rrugën Allahut, a i është ngjendje, ti s'mundesh. Po ti bani një gjë tjetër. Kjo nuk ta lejon ti që ti të dorëzohesh dhe në fund ai e ka përgjegjësinë se ai ka, unë nuk kam. Të kisha pas edhe unë, kjo është kot. Të kisha pas edhe unë, jo të kisha pas edhe unë. A që e ke ti bane, edhe ju keni mundësi me dhënë sadaka. Si ja Rasulullah, çdo tesbih, çdo herë që thua subhanallah, kjo është sadaka. Këtë a mundesh? Këtë a mundesh? Dhe çdo herë që thua elhamdulillah, kjo është sadaka. Çdo herë që thua Allahu Akbar, kjo është sadaka. Çdo herë që thua la ilaha illa Allah, kjo është sadaka. Këto a mundesh? Këto mundet secili. Këtë ka mundësi që ta arrin secili, që ta arrin shpërblimin Allahut Azza wa Jall. Dhe ky dhikr, elhamdulillah, secili i cili mundohet që ta pason ibadetin dhe ta pason sunetin, mundohet këtë dhikr ta ban vazhdimisht për çdo ditë, pas çdo namazi në jetën e tij, pas çdo namazi, në namazin e sabahut, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Akbar, në drek, në ikindi, në akşam, në yaci, para xhumit e kështu me radhë. Të gjitha këto janë sadaka. Mirë, po janë sadaka të llojit të dytë. Sadakaja është dy lloje. Një lloj i sadakas është sadaka që ka dobi për ti dhe të tjerët. Dhe një lloj i sadakas është që ka dobi vetëm për ti, jo për tjerët. Lloji i parë është kur ti jep sadaka dhe e ke ndihmuar dikant. Kjo është për ty, për imanin, për shpërblimin tënd dhe për atjetin që e ke ndihmuar. Lloji i dytë i sadakas është me dhënë sadaka, ama vetëm për veten tënde, nuk e ndihmon askënd. Dhe ky është lloji i dytë që ti thua subhanallah. A i ke bë dobi nevojtarit? A i ke bë dobi jetimit? A ke ndihmuar ndonjë gjë që ka nevojë? Jo, kjo është vetëm për veten tënde, ama edhe kjo është sadaka.
edhe dhikrin që e ban, edhe ibadetet të caktuara, këto janë sadaka. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe urdhërimi në të mirë është sadaka. Me urdhëru dikan në punë të mira, në punë të hajrit, dhe ndalimi nga e keqja, edhe kjo është sadaka. Derisa, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në kontaktin intim që e ka njeriu me bashkëshorten e vet, edhe kjo është sadaka. E shihni deri tash, deri në këtë fjalë, sahabet nuk bën pyetje. A bën sahabet do një pyetje? Jo. Tesbihu është sadaka, falenderimi Allahut është sadaka, tekbiri është sadaka, e kështu me radhë, dhe sahabet e kanë të qartë. Mirë po, edhe kontakti intim me bashkëshorten, edhe kjo është sadaka. Këtu sahabet ban pyetje. Por çfarë arsye? Nga se kjo është një punë, një gjë të cilën e kërkon ana fizike e njeriut, ana trupore e njeriut, dhe në fund ndjen vetëm kënaqësi, dhe në fund edhe këtë kënaqësi kur arrin njeriu, edhe këtu ka shpërblim, nga se në shumë raste ti duhet mund, duhet angazhim, duhet lodhje, duhet sakrificë, ama këtu ke vetëm kënaqësi, edhe në këtë kënaqësi ka shpërblim. Sahabet sikur nuk e kuptuan një gjë të tillë dhe bën pyetje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u asqaroi atë duke bërë një krahasim. Banë krahasimi. Ti që e shfrytëzon një gjë të tillë në halal, sikur ta shfrytëzosh në haram, e njëjta gjë nëse bëhet dikun tjetër, a ka gjuna? Than po ja Rasulullah. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, فكذلك kështu është idha wada'aha fil halali kana lahu ajr. Kështu pra është që nëse njeriu e ban një vepër, një gjë të tillë në halal, në atë që i takon, por te ka shpërblim. Këtë hadith e nxjerr Imam Muslimi rahimullah, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit të gjithë neve në ibadete, në punë të mira, në çdo gjë që ne kemi mundësi, në atë që mund të arrijmë me pasuri, dhe në atë që nëse nuk kemi pasuri, kemi mundësi që të arrijmë në mënyra tjera, dhe me gjëra ndoshta janë të lehta, ndoshta nuk kërkojnë angazhime të shumta, mirë po shpërblimi i tyre shumë i madh dhe llogaritet në jetën e besimtarit. Sadaka, dhe gjithaj grumbullim i gjitha atyre të mirave del para Allahut azza wa jall si një sadaka e madhe, lëmosh e madhe që besimtari e ka dhënë në jetën e tij për hir të Allahut azza wa jall. Pra ky është hadithi i parë i joni për sonte, të cilin e nxjerr Imam Muslimi rahimahullah, për të kaluar në hadithin e dytë, i cili është i ngjajshëm në tematikën që e shtjellon dhe i cili gjithashtu nxit besimtarin në sadaka për hir të Allahut azza wa jall. Hadithi i dytë transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Transmeton Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kulla yawmin tatlu'u fihi ash-shams. Për çdo nije të trupit të njeriu duhet të jep sadaka, dhe atë në çdo ditë në të cilën lind dielli. Ta'dilu bayna al-ithnayni sadaqa. Ti pajton dy vetë në mes vete, kjo është sadaka. Wa tu'inu ar-rajula 'ala dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Ta ndihmon njeriu në kafshën e tij, ta ndihmon që të hyjë mbi kafshën e tij. Au tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqa. Ose t'ia mban një gjë që ta merr me vete në kafshën e tij, gjithashtu dhe kjo është sadaka. Wal kalimatu tayyibatu sadaka. Dhe ta thot një fjalë të mirë, kjo është sadaka. Wa kullu khutwatin tamshiha ila as-salati sadaka. Dhe çdo hap që e ban njeriu për në xhami,
i llogaritet sadaka. Wa tumitul adha anit tariqi sadaka. Dhe ta largon një pengesë, një mbeturin, një gjë nga rruga, dhe ajo është sadaka. Këtë hadith të cilin e nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith gjithashtu na nxit në sadaka në forma të ndryshme, duke thënë për çdo nije të trupit të njeriu duhet të jep sadaka. Dhe atë në çdo ditë në të cilën lind dielli. Pra për çdo ditë njeriu duhet të jep sadaka për gjitha nijet e trupit. Sa janë nijet e trupit të njeriut? Në hadithin tjetër të Muslimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njeriu në trupin e tij ka 360 nije. Dhe subhanallah. Dhe ti mos e kalo këtë hadith dhe mos i kalo këto fjalë ashtu thjesht, pa i menduar dhe pa i analizuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregon, në trupin e njeriut ka 360 nije. E që një gjë e tillë nuk ka qenë e njohur për njerëzimin deri në kohën e fundit, në shekujt e fundit. Deri në shekullin 17 apo 18 njerëzit nuk e kanë pas parasysh sa nije ka trupi i njeriut dhe i kanë numruar vetëm disa kryesore. Mirë, po sa janë ato në përgjithësi nuk ka qenë e njohur. Pastaj në shekullin 19 vetëm sa është diskutuar pak më shumë. Në shekullin e 20 kanë arritur të diskutohet në vende të ndryshme me të arriturat e tyre që të numrojnë 200 deri në 230 nije të trupit të njeriut. Në shekullin e fundit, nga viti 1970 deri në vitin 2000, ka arritur që të zbulohet saktësisht se nijet e trupit të njeriut janë 360 nije. Atë që nuk e ka ditë bota e modernizuar, e kanë ditë sahabet në Mekke dhe në Medinë dhe në vende të ndryshme. Nga kush? Nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili tha, në trupin e njeriut janë 360 nije fiks. 360. 1400 vite më herët, në atë kohë që nuk ka pas as mikroskop, as anatomi të zhvilluar, as mjekësi të përparuar, as shkencë të këtij niveli, as njohuri të kësaj kohe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi sahabeve, atyre të cilët ishin në qytete dhe atyre në fshatra që ndoshta jetojnë me deve, mirë po, në trupin e njeriut janë 360 nije. Subhanallah. Dhe sot të arriturat moderne të tregojnë që në trupin e njeriut janë 360 nije, dhe atë duke i numruar 66 nije në këmbët e njeriut, 66 në duart e njeriut, 11 në gjymtyrët e mëdha të njeriut, 147 nije shtylla kurrizore, 24 nije brinjët dhe sternumi, 11 nije kafka dhe nofula. Të gjitha këto së bashku numrojnë 360 nije. Wa ma yantiqu anil hawa, ai nuk flet nga hamendja. In huwa illa wahyun yuha, ai flet nga ajo që i vjen nga Allahu, nga shpallja. Allahu azza wa jall i tregon atij dhe ai pastaj u apërcjell neve. Çka na nevojitet? Për këto 360 nije, ne duhet të japim sadaka. Që nën kupton 360 sadakaja në ditë. Se cili prej nesh duhet të jep 360 herë sadaka në ditë. E pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu bayna al-ithnayni sadaka. Ti pajton njeriu dy vetë, dy vlezër, dy besimtar, ti pajton në mes vete, kjo është sadaka.
Kjo është lëmosh të hyn njeriu ndërmjet dy njerëzve të cilët ndoshta janë fjalos, kanë pas ndonjë gjë, kanë pas ndonjë problem në mesin e tyre dhe të mundohet ti pajton ata. Kjo është sikur të jep sadaka për hir të Allahut Azza wa Jall. Ta ndihmon njeriu që të hyjë në mjetin e tij, në kafshën e tij. Ta ndihmon sot njeriu në çdo gjë që ai ka nevojë dhe ky ka mundësi që ta ndihmon atë. Dhe kjo është sadaka. Wal kalimatu tayyibatu sadaka. Gjithashtu fjala e mirë është sadaka. Ti a thuash vllaut tënd një fjalë të mirë. Ti a thuash një fjalë të mirë atij që e takon. Ti a thuash një fjalë të mirë sot njeriu. Ti a lehtësoj gjendjen në kohën e stresit. Sa kanë nevojë sot njerëzit të dëgjojnë fjalë të mira. Në kohën e stresit, në kohën e problemeve, në kohën e zhurmës, në kohën e fjalëve të kota, në kohën e inateve dhe xhelozisë së madhe, sa ka nevojë njeriu që sot dikush t'i ia thot një fjalë të mirë. Ti a thuash një fjalë të mirë vëllau tan për hir të Allahut Azza wa Jall. Kjo është sadaka dhe ka shpërblim njeriu për të. Dhe çdo hap që e ban njeriu për në xhami, çdo hap që e ban njeriu për në xhami, dhe kjo llogaritet sadaka. Në një hadith tjetër ka ardhur ai i cili ban ma shumë hapa, shpërblimi i tij është më i madh. Ai i cili e ka larg xhamin dhe ai i cili e ka afër. Ai i cili e ka larg, ai shpërblimin e ka më të madh. Disa nga dietarët kanë thënë, është mirë që njeriu t'i ban hapat më të shpesht, hapat më të vegjël, sa më shumë hapa, më shumë shpërblim. Mirë, po një gjë e tillë nuk qëndron në argumentet e fesë Allahut Azza wa Jall. Hapat nuk bëhen as më të shpesht, as më të rrallë, as më të vegjël, as më të mëdhej. Njeriu ec në atë mënyrë që ec. Mirë, po aq hapa që i ban, aq shpërblimi i tij i madh te Allahu Azza wa Jall. Dhe gjitha këto i llogariten sadaka. Dhe në fund, wa tumitul adha anit tariqi sadaka. Dhe ta largosh një pengesë nga rruga, dhe kjo është sadaka, që fatkeqësisht në rrugët tona, në rrugët e muslimanëve, sa do të shohësh pengesa, sa do të shohësh mbeturina, sa do të shohësh gjëra që nuk ju takon, një pamje e tillë vendeve të muslimanëve. Fatkeqësisht, nëse e sheh gjendjen dhe pastaj normal që secili duke u munduar që ta hudh fajin te dikush tjetër e pastaj te dikush tjetër, mirë, po ajo gjendje e cila është sot është prej vetë neve, por derisa nuk ngritet mentaliteti, nuk ngritet kultura e njerëzve, nuk ndryshon njerëz në vetvete, nuk ndryshon edhe gjendja e tyre. Nxit Islami, ani se ndoshta duket në sytë e njerëzve e thjeshtë dhe e vogël. Ta largosh një mbeturin, ta largosh një pengesë, ta largosh një gjë nga rruga, llogarit e sikur muslimanët të punojnë me këto fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, si do të ishin vendbanimet e tyre dhe si do të ishin rrugët e tyre, për dallim që fatkeqësisht jo të largohen gjërat, por fatkeq vetëm se ngarkohet gjendja e njerëzve në jetën e tyre. Jo largimi i pengesave, shtuarja e pengesave. Dhe secili në çdo anë dhe në çdo rrugë e shton nga një pengesë. Dikush e nxjerr murin pak më lart, tjetri e vendon një gjë për interesin e tij personal, tjetri veturën ta lën paradere për çdo ditë, tjetri të rri paradere me shoqëri dhe të bëhet pengesë për çdo ditë, dhe secili më shumë pengesë për dallim të largimit të pengesave. Nëse raste ne vetë bëhemi pengesa e cila duhet larguar, e dietarët kanë thënë pengesa mund të jetë e cila duket dhe preket siç janë këto të shpeshta në mesin e njerëzve tonë, dhe mund të jenë pengesa që duhet të largon nga rruga, mirë, po nuk janë të këtij lloji. Edhe një muzikë atje natën kur e lëshon dikush, edhe ajo është pengesë. Edhe ato zhurmat e të rinjve kur flasin në rrugë dhe ju pengojnë njerëzve në për shtëpiat e tyre, edhe ajo është pengesë.
edhe ai i cili ofendon e shan dikan apo qeshet me zot të lartë në mesin e rrugës, edhe ai është pengesë, edhe këtë pengesë duhet hequr dikush. Kush duhet ta hjek atë? Ne në vetvete duhet t'i largojmë pengesat tona, të gjitha këto të cilat veprohen për hir të Allahut Azza wa Jall, llogariten sadaka. Pra mundësia për sadaka, për lëmosh për hir të Allahut Azza wa Jall është e madhe, është e gjerë, dhe njeriu mund të ban dhe mund të jep shumë për hir të Allahut Azza wa Jall. A është e lehtë? Është e lehtë. A don dikush edhe më të lehtë? Për gjitha ato nije të jepet sadaka 360 herë. 360 herë sadaka. A është e lehtë? Me dhikr, me ibadete, me thirrjen të mirë, me largim nga e keqja, me ndihmë ndaj dikujt, me largim të pengesës, e kështu me radhë. Të gjitha këto janë të lehta. A ka mundësi që të jetë edhe më e lehtë se kaq? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dhe të gjitha këto i rumbullakson, dhe të gjitha këto i përmbledh 2 rekate namazi i duhas. 2 rekate namazi i duhas i përfshin 360 sadakaja të njeriut në ditë. E nëse i ban edhe të gjitha këto, atëherë këto janë shtesë vullnetare që njeriu ka shpërblime edhe më të mëdha. Ti fal 2 rekat namazi duha. Dhe kjo është një prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti fal 2 rekat namaz duha. Është nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe namazi duha është i lehtë dhe është i mundshëm për shumë prej njerëzve të cilët ndoshta e neglizhojnë apo shkaku që nuk e njohin, nuk e dinë, nuk e praktikojnë. Namazi duha mund të falet pasi të lind dielli 15-20 minuta afërsisht, thuaj gjysore. Deri para namazit të drekës 15 minuta, 20 minuta, thuaj gjysore. Nga kjo kohë deri në këtë kohë ti ki mundësi me fal namazin duha, kur do që të jepet mundësia. E ky namaz e ka shpërblimin sa kur të jep njeriu 360 herë sadaka. Kur e ke fal një namaz të tillë? Kur në jetën tënde figuron në ditët e numruara e të kaluara që është i renditur nga veprat e mira që i kanë bërë për hir të Allahut Azza wa Jall në një ditë, namazi duha. Një namaz të cilin e nxiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në një hadith tjetër porositi, mos i le këto 3 gjëra. Mos i le 3 ditë agjërim brenda muajit, mos e le namazin duha dhe mos e le namazin e vitrit para se të flensh. Mos e le namazin duha. Si ka mundësi që ta fali atë nëse është ora 7, apo është ora 8, apo është ora 9, 10, 11, kur do që e ki mundësin, fali 2 rekat namaz duha. Si falet ky namaz? Ky namaz falet si kur 2 rekat sunet të sabahut. Mund t'i falesh të shkurta, mund t'i falesh të gjata. Nëse don edhe ma shumë, ka mundësi të falet 4 rekat 2 nga 2, apo 6 rekat, apo 8 rekat 2 nga 2, po edhe ma shumë nëse don njeriu, ka mundësi t'i fal. Më së paku 2 rekat. 2 rekat namazi duha me gjithë këtë shpërblim të madh për hir të Allahut Azza wa Jall. Ati i cili jepet mundësia është e mirë që ta shfrytëzon këtë ibadet, ta realizon këtë ibadet dhe të arrin këtë shpërblim të madh tek Allahu Azza wa Jall. Pra hadithi jon i dytë për sonte, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, për çdo nije të trupit njeriu duhet të jep sadaka në çdo ditë në të cilën lind dielli. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ti pajton 2 vëllezër, llogaritet sadaka. Ta ndihmon dikant që të hyp në kafshën e tij, është sadaka. Ti ja jep, ti ja afron ndonjë gjë që ai ka nevojë, është sadaka. Ta thot një fjalë të mirë, është sadaka. Çdo hap që e ban për në xhami i llogaritet sadaka dhe çdo largim i pengesës nga rruga është sadaka. Këtë hadith
të cilin e nxjerr Imam Buhariu dhe Muslimi. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na bën prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë, të jemi prej atyre që jetojmë me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i mësojmë fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i praktikojmë porositë, mesazhet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Azza wa Jall të na bashkon me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e tij. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.